ndërkohë, zhvendosemi pak në këto minuta të mbetura në atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, kryesisht vëmendja e zoti Gjoka sa i përket vendeve që ndoshta nuk janë prekur direkt, ka qenë pasoja ekonomike, sidomos me mbylljen ose pezullimin e përkohshëm të ngushticës së Hormuzit, një pikë strategjike ku kalon 20% e naftës për gjithë botën. Si e shikoni ju reagimin e faktorit ndërkombëtar, ndoshta Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në këto moment dhe çfarë pritet të ndodh? Pra, këto vende që nuk janë përfshira direkt, po flas për shtete të cilat ndoshta dhe janë sulmuar, përveç këtyra, mund të ketë pasoja të tjera përveç se ekonomike, apo gjithçka mund të ndodh? Natyrisht, mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga ana e Iranit është pjesë e veprimeve të tij destabilizuese në atë rajon, por që ka impakt ndërkombëtar. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, të cilat ishin si thosh sponsorit e këtyre veprimeve që quan situatën aktuale deri në gjendjen e sotme janë të alarmuara për sa i përket zhvillimeve të mëtejshme, zhvillimeve pasuese, megjithëse këto zhvillime kanë qenë të paralajmëruara nga Irani. Pra Irani në veprimet e veta luftarake ka deklaruar me kohë që ai do ta rajonalizojë luftën e zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër tij, pra nëpërmjet proksive të veta, por edhe nëpërmjet goditjeve ushtarake që bën në vende të ndryshme të Gjirit Persik, dhe nga ana tjetër do të bllokonte edhe ngushticën e Hormuzit që siç tha dhe ju ka një impakt në tregjet ndërkombëtare të hidrokarbureve. Dhe ky impakt tashmë ka filluar. Por puna është se si duhet të dilet nga situata aktuale, sepse nga ky efekt negativ i luftës në Iran janë të ndikuara të gjitha tregjet ndërkombëtare, qoftë edhe tregjet evropiane, madje edhe tregu i vendit tonë, që është një treg i vogël, por përsëri është pjesë e zhvillimeve globale, pra është ndikuar. Kështu që në këto kushte mendoj që përveç se veprimeve ushtarake duhet gjetur një mënyrë që luftimet të fillojnë të hapin rrugë veprimeve diplomatike për të ndërprerë luftën në Iran rreth parë dhe natyrisht për të siguruar një qarkullim të lirshëm të tregtisë në ngushticën e Hormuzit dhe për të vazhduar më gjerë pastaj në rajonet të tjera. Kështu që edhe në këtë kuadër po të shikojmë qëndrimet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës me Izraelin, me ato të Bashkimit Evropian, por edhe me partnerë të tjerë ose me vende të tjera të rëndësishme, ta themi të Azisë Juglindore, siç mund të jetë Kina ose Japonia, janë disi të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për vazhdimin e presionit ushtarak në Iran për të ndryshuar regjimin aty, ndërsa Izraeli shkon edhe më tej për të vazhduar me goditjen e të gjitha bazave ushtarake të Iranit, të armatimeve, municioneve, në mënyrë që ta dobësojë në maksimum Iranin në çdo veprim të ardhshëm ushtarak ndaj vendit të vet, por edhe ndaj vendeve të tjera të rajonit, dhe nga ana tjetër për të goditur dhe të shërnjosur edhe Hezbollahun, ashtu siç bëri në një mas të konsiderueshme edhe kundër Hamasit në rripin e Gazës, në mënyrë që këto proksi 3H që quhen, pra Hezbollah, Hamas dhe Houthi, të mos jenë më problematike për Izraelin, ndërkohë që tashmë duhet të rikuperuar dhe situata në tregtinë në ngushticën e Hormuzit. Por këto veprime nuk shkojnë në mënyrë të njëtrajtshme, sepse ato shkojnë si drejza paralele që nuk mund të puqen, nuk takohen me njëra tjetrën. Ndaj dhe duhet, Evropa është e mendimit që ne nuk duhet të përfshihemi në këtë luftë, sepse siç kanë deklaruar dhe udhëheqësit evropian, kjo nuk është lufta jonë. Së dyti duhet gjetur rrugët dhe mjetet diplomatike në mënyrë që lufta të vijë duke ushuar dhe t'i hapet rrugë bisedimeve për të çliruar të gjithë tregun e hidrokarbureve që kalon në ngushticën e Hormuzit, por nga ana tjetër për ta bërë Iranin që të vijë në disa parametra institucional ndërkombëtar, por edhe demokratik mbi zhvillimet e brendshme, dhe natyrisht që të krijohet një situatë më e qetë, sepse çdo lloj zgjatje e lufte për një periudhë
domethënë të paparashikuar do të sjellë problematika të mëdha. Dhe problematikat janë jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe në ato të fushës së tregtisë, marrëdhënieve ndërkombëtare, të bashkëpunimit rajonal e kështu me radhë. Ndaj dhe duhet gjetur mundësia që me Iranin tashmë të punohet në të dy rrafshet, edhe në rrafshin e presionit ushtarak, por dhe në rrafshin diplomatik. Mirë, dhe një kohë kur arena geopolitike mbetet e nxehtë, patjetër që shpresa është pse jo të gjendet një rrugë diplomatike për dhënien fund të luftës, megjithatë deri tani nuk është se kemi parë në fakt sinjale